ishte një martesë e mirë, e lumtur dhe e mbushur me dashuri si pejgamberi me Hatixhe. Ebul As ishte tregtar, edhe i suksesshëm. Dhe shkonte deri në Sham për të marrë mallin, për të bërë tregtim, për të shitur, për të blerë, për të sjellë gjërat në Mekë, për të vazhduar tregtin, po udhëtimet shkojnë pak gjatë. Dhe në një nga udhëtimet e tij ku pejgamberi alayhis salam në moshën 40 vjeç i vjen shpallja dhe Xhebrail Emini i jep kushtrimin e madh që të ronditi tokën, kur i tha lexo Muhammed, tha nuk di të lexoj, tha lexo Muhammed, nuk di tha të lexoj, tha lexo Muhammed, më thuaj tha çfarë të lexoj, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, lexoj tha në emrin e Zotit tënd, i cili krijoi çdo gjë. Krijoi njeriu për një gjaku të ngjizur, krijoi njeriu dhe i mësoi atij të shkruajë me pen dhe i mësoi njeriu atë që nuk e dinte. Lexo se Zoti yt është më bujari. Pesa jetët e para. Dhe pejgamberi alayhis salam kthehet në shtëpi. Në shtëpi ishte heroina e madhe e Islamit, bashortja e nivelit shumë të lartë Hatixha, e cila ka marrë këtë kuror që është besimtarja e parë muslimane mbas pejgamberit alayhis salam. Mbasi Hatixha bëhet muslimane, me cilin do fliste më shumë pejgamberi alayhis salam se sa me vajzat e veta. Dhe thirri Zeynep, mbasi po bëheshin musliman dhe Abu Bekri dhe Aliu, njerëzit e parë, Hatixha ishte bashortja që u bë e para muslimane. Nga shokët ishte Abu Bekri, nga fëmijët ishte Aliu, se jetonte në shtëpinë e pejgamberit alayhis salam, e mbante për rahmet pejgamberit nga që babai vet ishte i varfër. I ka thirrë vajzat e veta dhe vajzën e madhe Zeynep dhe ja shpalosi Islamin. Ati që ai ka thënë, po si mor baba, tha, baba im mos ta besoj unë kur ti nuk gënjen për asgjë. Do të thonë, për njerëzit e familjes, pranimi i Islamit ishte gjë më normale. Po bab tha, dëshmoj që Zoti është një dhe një vetëm dhe ti patjetër e pejgamberit i se ti nuk e gënjua asnjëherë. Pra për njerëzit që ishin sinqertë në zemër, këtë i tha dhe Abu Bekri. Të shpall po, mbaroi. Se e kishin vërtetuar që ai nuk mund të ngrehet njeriu i natë bëhet gënjeshtar kur s'ka qenë gjithë jetën. Dhe Zeynep bëhet muslimane, por kur përhap pak Islami, Ebul As ishte në tregti, duke bler mall. Dhe njerëzit u bën dhe shumë armiq. Dhe familja e Ebul As ishin armiq të Islamit. Nuk e pranuan. E refuzuan, e morën me inat, me çmirë, me zili. Kur kthehet Ebul As, dëgjon debatet e Mekës. Takon Zeynep, bashortën e vet. I tha ajo do të vi të kam ardhur me një lajm të madh. Tha kush është lajmi? Lajmi i tha që babai është bërë pejgamberi i Zotit. Ti e din që ai nuk gënjen dhe un kam pranuar Islamin. Kur i tha kam pranuar Islamin, Ebul As i tha si ke guxuar ta pranosh Islamin ti pa më thënë mua. Pra, u fut në traditat e kohës, e kupton që ndikojnë në herë, ke shumë njerëz sot vllai dashur që nuk e pranon Islamin se mos të foli shoku im, çfarë do të thot familja, jo po kush. Domethënë ka ca gjëra që e kufizojnë njeriu dhe kur e kupton të vërtetën. Si tha, guxova Zeynep të bëhesh ti muslimane, pa u konsultuar me mua, pa më tregu mua, pa më marr leje mua. Dhe ti e din tha, se ti e din para meje para se të visha unë që familja ime e kundërshton këtë gjë. Si bëhesh ti diçka që familja ime nuk e don. Pra me ide pse më fut mua në këtë sherr. Dhe Zeynep e fton në Islam. I thot o bashorti im i dashur, po u dhe ti musliman? Tha jo, nuk bëhem musliman për shkak se do thojnë që ky person ndikoi gruaja që u bë musliman dhe la fenë të parëve të tij. Dhe nuk u bë musliman. Dhe vazhdoi ai jo musliman, Zeynep e musliman, pejgamberi alayhis salam vazhdote mesazhin e madh. Megjithëse ai nuk u bë musliman, ishte njeri me zemër të madhe dhe ishte njeri me parime. Zeynepën e mbante në formën dhe në mënyrën më të shkëlqyer si bashorte. Biles për vajzat e tjera, një vajzë ishte e martuar, ngulçin e Abu Xehli këmbë, e Abu Lehebi dhe andau ai që e kishte. Kur i thanë Ebul As ndaj Zeynepin, tha kur nuk e ndaj se unë e dua atë. Pra shive cilësitë e mira të këtij personi, nuk u bë musliman për shkak të njerëzve, se i tha, o Zeynep, unë nuk kam asnjë kundërshtim se unë e njoh babain tënd kush është. Po nuk e pranoj dot për familjes. Plus që nuk e mbaj dot turpin thonë që u bë musliman për gruas. Si me që janë shqiptar, që ndikohemi nga herë. Dhe kështu vazhdoi jeta.
derisa erdhi koha që pejgamberit alayhis salam ju dha urdhër që t'u thonin për Medinë, hijreti që u bë. Dhe vajza e vet, se kishin 2 fëmijë, i thotë: "O baba, a mund të qëndroj unë në Mekë me bashortin tim Abul As?" Dhe pejgamberi alayhis salam i buzëqeshi, dhe ai nuk donte të prishte asnjë familje, jo më të vajzës vet, dhe i tha qëndro. Deri këtu situata ishte në rregull. Derisa Mekasit ndërtojnë një ushtri në luftës Bedrit dhe nisen për të luftuar me pejgamberin alayhis salam, derisa Zeynep vehet në një siklet madh dhe thot: "Mirë për mua ditën kur do të jetë kjo luftë, se do të lindi dielli dhe o do të bëhet dëm për babain tim ose për bashortin tim." Sepse Abul As i kishin bërë presion maksimal që të ishte në atë luftë për të gjithë burrat e Mekës dhe Abul As nuk kishte ku shkonte. Dhe priste Zeynep me emocion të madh, çfarë po ndodh? Derisa vijnë lajmet, edhe i thojnë që lufta mbaroi. Tha: "Kush fitoi?" Tha: "Fitoi baba jot pejgamberi, Muhamedi." Dhe ajo bëri sejdë falënderimi. Dhe ishte muslimane. Dhe i tha: "Po ç'a ndodhi me bashortin tim?" Tha: "Bashorti jot është kapur rob në këtë luftë. Dhe është rob tek Muhamedi." Se si ishin muslimanë ato dhe i thëshin Muhamedi, jo i dërguar i Zotit. Po pyeti, se kjo është gjë e bukur shumë, tha, pyeti: "Po çfarë po ndodh me robrit?" Robrit, tha, Muhamedi ka nxjerr një rregull, një ligj. Shive, gjithë komandantët e burrat e shtetit donin kur kapshin robërt, i vritëshin, t'i bëjshin shembull, t'i masakronin. Pejgamberi alayhis salam la 2 rrugë. E para tha: "Kush nga robërit që është kapur në të luftë i mëson 10 muslimanëve shkrim dhe gëndim, është i lirum." Dia. Çai tha Xhibraili kur erdhi: "Lexo në emrin e Zotit tënd, lexo, studio, arsimohu." Dhe pejgamberi alayhis salam, robërit e luftës, nuk e di a ka ndodhur ndonjëherë në historikun botror, që një rob luftet i thuhet: "Mësoj nga ato që ishin dishëm 10 vet shkrim dhe gëndim dhe je i lirë." Ose e dyta, shpagoje, sillje një sasi të hollash edhe lirohet ai njeri. Dhe familjet filluan duke sjell. Dhe mendoj Zeynep, edhe unë duhet të çoj, që quhet fidjetu, duhet të çoj diçka nga pasuria, masa që ishte caktuar. Dhe e merr një pako, e vendos pasurinë aty, atë që mendoi ajo, një gjë të shtrenjtë, dhe e dërgoi. Dhe nga Meka shkonin shumë. Siç ishte kjo gjë e shtrenjtë, dërgonin edhe të tjerët lekët për lirimin ato që nuk po arsimonin 10 persona. Dhe pejgamberi alayhis salam vet i shikonte gjërat. Thotë: "Lirojeni këtë. Ky o i dërguar i Zotit ka mësuar 10 muslimanë shkrimin dhe gëndim. Lirojeni atë." Dhe gjente shkas që njerëzit tu lironin, inshallah të merrshin shembullin islam. Merrte vet pjesë për të kuptuar ato moralin dhe etikën islame. Vetëm kur vllai i dashur hap këtë si tip pako që i kishte ardhur, dhe çat shikoi, ju kthy gjithë jeta mbrapsh, se shikoi gjë që e kishte pas me mall, ju kujtu bashortja vet, ju kujtua dita e dasmës vajzës, ju kujtuan gjërat nga më prekse, dhe sahabët ishin rreth e rrotullt i dhe nuk po kuptonin pse pejgamberi alayhis salam e humbi për çastin. Shikonte këtë gjerdan, edhe i rrithshin lotët dhe nuk po fliste. Edhe tha, mbasi ishte i emocionuar, tha: "Kush e solli këtë? Te gjerdan dhe këtë pako, kush e solli? Për çfarë shpagimi është kjo? Si mund thoshte që tu është shpirti im? Kush e ka sjell këtë gjë që është shpirti im? Aty është jeta ime, është e kaluara ime, janë emocionet e mia, jo është Hatixha ime." Dhe i thojnë: "Këtë e ka sjell Zejnebi, vajza jote, për shpagim për bashortin e saj Abul As." E mendoj me vete, a këtë pas ka sjell vajza ime, këtë gjë të shtrenjtë që nana e vet para se të vdiste, para se të ndronte jetë, ja vendosin qafën e saj. Ka pas një gjë të mirë që e kishte urdhëruar Zoti i gjithësisë, që çdo gjë e bonte me konsult. Dhe ka thonë: "E juhal muslimun, o musliman", ishin gjithë sahabët e njerëzit. Tha: "A mendoni ju siç mendoj unë?" I thanë: "Çfarë mendoni i dërguar i Zotit?" Tha: "Ju nuk duhet të imponojeni, po duhet t'jepni një mendim. Ky gjerdan është gjerdani i asaj që unë e kam dashur shumë, Hatixhes. Ajo natën që u martua Zejnebi,
ja dha si dhurat, ja vendosin qafën e saj si zbukurim. Situata pas ka ardhe vështirë, sa Zejnebi është detyruar ta sjellë këtë gjerdan ke babai i saj për shpagim për bashortin e saj. A mendoni dhe ju si unë që t'ja kthejmë Zejnebit të gjerdan, edhe Ebil As të lirohet, dhe ato një zëri kanë thonë, po i dërgumi i Zotit, ne jemi të kënaqur me atë që të kënaqsh ti. Ka thonë atëre, paketojeni prap, edhe do t'ja dërgojmë Zejnebit. Ebil As e ka marrë vëlla pak anësh. Ka thonë, a mund të them diçka që mos ta dëgjojnë tjerët. Ka thonë ai, po Muhammed. Tha, këtë gjerdan, ktheja vajzës time dhe thuaj asaj. Ka thonë profeti Muhammed, ruaje këtë gjerdan se është i shtrenjtë shumë. Ky është gjerdani asaj që unë kam dashur shumë, Hatixhes. Është shumë e shtrenjtë për mua, prandaj ruaje mirë. 1. E dyta i tha Ebil As, a është koha që ka koha të bëhesh musliman? Ebil As tha, jo, Muhammed, unë s'bëhem musliman. Këtë gjë mos ma kërko. Atëherë do të kërkoj diçka tjetër, i tha. Sot më ka zbritur ajetet që një besimtare nuk mund të vazhdojë martesën me një jo besimtar. A më jep fjalën që do ma sjellësh vajzën time këtu në Medinë. Po, tha, këtë ta bëj. Pra ishte njëri i fjalës, i premtimit, megjithëse ishte musliman, kishte cilësi të mira. Tha, musliman nuk bëhem. Ha, drejta, që robi nga herë dhe për servilizëm, jo, musliman nuk bëhem, tha. Tha, ma sjell vajzën time, tha, vajzën ta sjell me kokën time. Pra vetëm qofse më ndodh mua diçka, t'jap fjalën o Muhammed. Tha, je i lirë atëherë. Ka dalë Zejnep duke e prit, se mori vesh që është liru, duke e prit në periferinë e Mekës, nga kënaqësia se po i vinte bashorti. Shef Ebil As s'ka si ariq, i kishte në siklet, se s'do të më ia thon direkt e vllaj që duhet ikësh. Është koha që ne të ndahemi. Dhe kur arrisin në shtëpi i thot, o Zejnep, është koha udhëtimit. I thot, po ti sa ke ardhur? Tha, o Zejnep, nuk është udhëtimi im, është udhëtimi jot. Baba jot më tha që kanë zbrit ajete nga Kurani që një besimtar s'mund të qëndrojë më me një jo besimtar. Tha, Ebil As, po musliman pash të madhin Zot, shkojmë bashkë në Medinë. Mos ta prishin familjen, kishin 2 fëmijë të vegjël. Jo, tha, nuk bëhem musliman. Nuk mundem dot të shkel mbi familjen time, ato vazhdojshin me armiqësi. Plus tani që kishte ndodhur lufta Bedrit, ishte shtuar armiqësia më shumë. Por tha, e kam amanet dhe do të shoj, tha, në Medinë. Dhe lasi amanet vllajën e vet. Kur e nxorën Zejnep bashkë me fëmijët për ta çuar në Medinë, ishte mes i ditës. Ebu Sufjani dhe armiqtë e Islamit u nxenë shumë, se tani kishin inatin me pejgamberin. Dhe i thanë disa njerëz të këqij që mos ta lënë Zejnepën me ik dhe t'i bëjnë asaj në intrig. Dhe ja godasin devën dhe ajo rrëzohet dhe bëhet me plak. Subhanallah. Del Ebil As dhe i thot, qa bëni, nuk është në traditën kjo tonën, që një femër që s'është u bërë asgjë. Tha, jo se kemi gjë, se ne do ta lëm. Po mos të bëj vajza e Muhamedit na ikin neve në syt ton mesin e ditës. Le të vi nata dhe çoje natën. Ne mos ta shohim, mos na bëj karshëllë këtu. Kupton vllai dashur. Njerëz të vegjël shumë. Derisa e plagosën, kur u rrëzu nga deveja, u plagos Zejnep. Dhe pastaj natën e nxorën dhe bashkë me 2 fëmijë shko ke pejgamberi alayhis salam. E strehon pejgamberi në shtëpi, në një shtëpi të saj, dhe vllai i dashur nuk kalon asnjë sahabi madh, asnjë njeri i ndershëm në Medinë, vetë se shkojshin ke pejgamberi dhe i kërkojshin dorën e Zejnebit për t'u martuar. Dhe pejgamberi alayhis salam sa herë ja shtronte vajzës tia e gjithmonë e refuzonte. Kush ishte sekreti? Sekreti ishte që e donte shumë Ebil As dhe shpresonte dhe bonte dua shpesh që ai të bonte musliman, po ai nuk po u bonte. Dhe kalon disa kohë dhe ajo i bonte dua të madhe të Zot që babajnë e fëmijëve të mi pojë Zoti i gjithësisë musliman dhe ne të bashkohemi prapë. Ai shumë ishin dash dhe në distancë donin njëri tjetrin prapë. Ebil As ishte tregtar, siç tham. Dhe niset prapë për Sham, në kohën që po vinte, ballafaqohen karvani i tij me një grup luftëtarësh musliman. Dhe shumë shpejt, nga që ishin shumë muslimanë, e rrethojnë
ai po kalonte afër Medinës, andej është rruga, dhe gjithë pasurinë që kishte, Ebil As përveç tregtisë vet merrte edhe pasurinë e Mekasve, blente për to mall dhe ja çonte në Mekë. Kishin gjithë besim nga ai. Dhe këto ja konfiskuan gjithë pasurinë dhe e çojnë në Medinë. Ebil As mundohet për çastin të hiki dhe po të hikte në drejtime tjera do e kapshin, futet vetë në Medinë natën. Dhe shkon vlla, pyet dikon ku është shtëpia e Zejnebit dhe troket. Natën. Dhe ajo nga brenda thot kush është? Ebil As tha jam. Tha erdhe musliman. Ajo me mendimin se mos u bë musliman. A ke ardhur si musliman? Jo tha, kam ardhur me frikë dhe kam ardhur për mbrojtje. Dhe ajo shumë e zgjuar më. I thot, mirë se erdhe, o baba i fëmijëve të mi. Kupton? Mirë se erdhe, o baba i fëmijëve të mi. Qofse kërkon mbrojtje, unë do t'jap mbrojtje. Kishte i rregull dhe vazhdon sot e kësaj dite ke musliman. Edhe një njeri që është më i thjeshtë i shoqërisë islame, po e mori një njeri mbrojtje, gjithë janë detyruar ta mbrojnë atë. Kushdo qoftë ai. Dhe shkon pejgamberi me fal, pejgamberi s'dinte gjë akoma. Shkon me fal sabahun në xhami. Dhe gjatë namazit, në fundin e namazit, vetëm kur dëgjon tek dera e xhamisë një femër. O musliman, Ebil As si është në mbrojtjen time. Ebil As është në mbrojtjen time. Pejgamberi alayhis salam ishte afër me dhon selam dhe dëgjoi zërin e vajzës pa ditë akoma asgjë, dhe ajo nuk i tha. Mbasi jep selamu aleikum wa rahmatullah, selamu aleikum wa rahmatullah. Thot njerëzve, ka qenë shumë i hapur, s'ka pas gjë për të fsheh. Pejgamberi më i madh i Allahut. Tha, o vëllezër, a dëgjuat ju atë që dëgjova unë? Ato një zëri i thanë, po i dërgumi Zotit, Zejnep, vajza jote. Wallahi, tha, s'kam ditë gjë. Me që vajza ime, tha, e ka marrë mbrojtje, edhe unë mendoj, dhe juve jeni në të drejtë, kështu i ka thonë, ju jeni në drejtën e Zotit, mos të mendoni si mua. Du të mendoni vetë çfarë dëshironi. Do më kënaqtem qofse mendoni si shmendoj unë, po ju nuk do të qortoni për asnjë mendim të juaj. Çfarë mendoni që të mbrohet Ebil As dhe pasuria e tij që është konfiskuar t'i kthehet atij të ruaj amanetin tek Mekasit. Se me thon drejtën, ai nuk është bërë musliman tha, por ka i ka cilësi të mira. Gjithë xhamia një zëri kanë thonë, o i dërgumi i Zotit, kështu le të bëhet. Dhe Ebil As i mori gjithë pasuritë që ja kishin konfiskuar dhe u bë gati për të nisë për në Mekë. Pejgamberi alayhis salam shfrytëzoi prapë rastin. Tha Ebil As, ti po ikën për në Mekë. A ka ardhur koha që të bëhesh musliman? Tha jo. A ka ardhur koha të bëhesh musliman? Tha jo. Kam shumë respekt, ju falenderoj shumë për këtë gjë që bëhet për mua, por unë musliman nuk bëhem. E merr pasurinë valla, niset për në Mekë, i thret gjithë parinë e Mekës atyre që kishte marrë paret për t'i bler mallin e me radhë, filloi t'ja japi gjithë secilin dhe ato i shndriste fytyra për nga amaneti që mbante ky person. Po se kishte shku lajmi atë që ja kanë grabit pas. Por nga korrektësia, për performance se si ai performonte. Dhe ja dha të gjithë. Tha, o banorët e Mekës, a jeni të kënaqur me mua që ja u dhash dhe ja urujta amanetin? Than po. E dim tha që ke kalu dhe vështirësi. Tha, a e rujta amanetin ndaj jush? Tha, e rujta amanetin. A jam me ndokën nga ju borxh? Tha, nuk je borxh, po je i lavdrum midis nesh. Atëherë tha, me që është kështu, un po ju them që kam dëshmuar që Allahu është një dhe një i vetëm, Muhamedi alayhis salam i dërguari i atij. Hapur aty. Dhe kanë ngel të shtangur. Dhe ka hyrë në kafshën e tij dhe pa kalu shumë kohë nga ajo që u nis për në Mekë, e ka gjetë pejgamberin alayhis salam sa kishte mbaruar namazin e sabahut. I ka shku drejt mes njerëzve dhe pejgamberi sa e pa u kënaq shumë, se diçka hetoi, nuk ka ardhur kot Ebil As, sa i kishte shpresë ke cilësitë e mira që ai kishte. Shkoi dhe i tha, Ashhadu an la ilaha illa Allah. Të shmoj shahadetin. Pejgamberi po shikon dhe shumë njerëzit, ai sa kishte ikë ditë kishte. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Të shmoj që Allah është një dhe një i vetëm. Wa annaka rasulullah. Dhe ti o Muhamedi i dërguari i tij. Mes gjithëve i thot pejgamberi, që kanë qenë njerëz
Pra dhe ai që s'ishte bo musliman kishte një bosht moral. Tha Ebul As, unë djetë thash bohu musliman, çfarë ndryshoi për pak kohë? I tha, dëgjoj dërgumi i Zotit. Po të kisha pranu dje islamin, unë se mbaja do të turpin që të thonin njerëzit, po e pranon islamin që të mori pasurinë e vetë. Po e pranon islamin se është në ditë të frikshme, ka frikë. Po e pranoj islamin se s'ka mbrojtje. Dhe unë për Zotin kur nuk do e pranoja me gjithë se e doja islamin atë kohë kumë se e bohu musliman. Sakrifikova e mora pasurinë, ja çova njerëzve atje, i qetësova ato që mos flasin asnjë gjë kur do boja musliman, i thasha ju kam borxh, më thanë jo, i thasha jam amanegjike ju jam, aty e kam dëshmu shahadetin sepse isha i lirë, doja o i dërgumi i Zotit ta pranoja islamin pastër dhe rregullt, pa frikë dhe pa mendim të keq nga njerëzit. Dhe pejgamberi alayhis salam u kënaq shumë. E di çka kishte pejgamberi alayhis salam, kënaqësi më të madhe të jetës tij, t'ia shtroje botën me çfarë dush, kënaqësia më e madhe e tij ishte kur një u bonte musliman. E kishte gjën më të bukur të jetës vet. Sa ai ja ju an-nabi, o ti i dërguar, inna arsalnake shahidan wa mubashiran wa nadhira. Të kam dërguar sot ty o pejgamber, mëshirë, gëzim, po edhe qortim për ato që s'besojnë. Wa da'iyan ila Allahi bi idhnihi wa sirajan munira, dhe thirrës në rrugën e Zotit tënd dhe pishtar ndriçues. Wa bashiril mu'minina an lahum min Allahi fadlan kabira, dhe përgëzoj besimtarët se do të kenë nga Zoti i tyre shpërblime të pafundme. Kjo është sura Ahzab. Edhe ai di çai thotë Ebul As. Ebul Asit i rrihte zemra për Zejnebin. Shive edhe në distancë dashuria e tyre ishte prezente. Megjithse kushtet, situatat, turpi këtij me pranu islamin, po Zejnebi bonte dua dhe e dinte që ai thellë ishte musliman. Po ai ca gjëra si kishte kuptuar mirë, ca gjëra ishte i manipuluar, në Mekë dëgjonte gjithë ditën duke shajt islamin. Po ai ishte e durueshme, se e dinte që lutjet e saj një ditë do të pranonin. Se ai njifte cilësitë e mira që kishte Ebul As. Dhe shkon dhe i thot pejgamberit alayhis salam, o i dërguar i Zotit, a mund të bashkohem përsëri me Zejnebin? Pejgamberi alayhis salam kalon çdo gjë është ngret nga gëzimi, e para u gëzu se u bë musliman, e dyta e kuptonte që vajzën e vet kush nuk e kishte kërkuar për bashkëshorte, njerëz shumë nderuar, njerëz për gëzuar me xhenet. Ajo s'pranonte, e kuptonte pejgamberi alayhis salam ku i rrihte zemra asaj. Ku bënte dua ajo, çfarë po priste ajo? Sa ai e kishte edukuar vetë, ai e kishte treguar me vepra që kishte i familje që u donte shumë me Hatixhen. Dhe e dinte ai filiz dhe ai trëndafilësi ishte rrit në familjen e pejgamberit alayhis salam para islamit, edhe më shumë fuqishëm në islam. E merr Ebul As prej dore dhe shkon tek Zejneb dhe troket der. Ajo thot ka brenda, kush është? Tha babai yt, bashkë me Ebul As. Dhe ajo e hap derën. Thot o bia ime, Ebul As është bo musliman. Dhe ai më pyeti mua, a mund të bashkohem përsëri me Zejnebin? Dhe unë bia ime ti e din nuk fola, se unë duhet marr lejen tënde. O vlla im, kishin kalu vite, ka ndodhur njëjta skenë sikur u martuan. Thot transmetimi u skuq dhe buzëqesh. La ilaha illallah. E njëjta gjë. U skuq edhe buzëqeshi. Dhe pejgamberi alayhis salam u kënaq dhe tha me bereqetin e Zotit, vazhdoni bashkë.